Pelegrinazhi në kishën e Shëndot pas 13 të martave mbyllet me festën e shenjtit. Mijëra besimtarë e kanë zgjedhur të vënë të shenjtë për të lutur për Shqipërinë, për familjen dhe për shëndetin e tyre. Festa e Shëndot, që mbylli pelegrinazhin e 13 të martave, u kremtua me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve në këtë vend që konsiderohet i shenjtë. Besimi, lutja dhe shpresa për një jetë më të mirë bashkuan njerëz nga treva të ndryshme, të cilët ju drejtuan Shëndot me falënderime dhe lutje. Kemi ardhur ka qerë kemi ardhur, është vend i mirë shumë, na kanë ndihmuar fëmijët. Është shumë vend i shenjtë. Këtë kishë kam marrë tash disa vjet. Po katërta herë sonda. Ju do flini këtu? Po, këtu. Flej këtu se kam sheft. Kam sheft shumë, kam marrë me djalin. Përfaqësues të kishës theksuan se ndër vite janë dëshmuar shumë histori dhe përvoja të besimtarëve që i atribuohen ndërmjetësimit të Shëndot, duke e bërë këtë shenjtë një prej figurave më të dashura të besimit katolik. Sepse Shëndot një shenjtë që ka bën gjithmonë ka bën mrekulli dhe ka dalë fama për mrekulli qysh si ishte gjallë. E tash është në qiell, tash mas pak viteve do të kena edhe 800 vjetorin e vdekjes. Tash 800 vjet ende vazhdon të jetë diçka e freskët, sikur se të kishte ndodhur dje, si më thanë, kjo përshpirtëria, feja, gjallë. Atmosfera e përshpirtshme, lutjet e përbashkëta dhe pjesëmarrja e besimtarëve dëshmuan forcën e besimit dhe traditës së pelegrinazhit, që vazhdon të mbetet një burim shprese dhe bekimi për shumë familje.